Anglia. Ndodhemi në terminalin lindor të portit të Durrësit. Më 6 maj 2013 u dha me koncesion terminali lindor në portin e Durrësit me një kërkesë të propozuar nga MCAPO në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, duke garantuar zhvillimin e terminalit lindor dhe rritur kapacitetet në të. Subjekti i kontratës është për menaxhim, operim dhe mirëmbajtje. Në datën 6 shtator 2013, administratori i koncesionarit gjerman i drejtohet me një letër për dhjenim Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe sigurisht Autoritetit Portual Durrës, ku subjekti kryesor është kushtet për shërbimin e përpunimit të mallrave në terminalin lindor. Kjo shërbim për t'ju vënë në dieni që Ministria e Punëve Publike dhe Transportit me letër dërguar në datë 28/8/2013 i ka kërkuar koncesionarit gjerman MCAPO të ftoj kompanitë e ngarkim-shkarkimit për të kryer shërbimet e përpunimit të mallrave në terminalin lindor të portit të Durrësit. Qëllimi i shërbimeve të përpunimit të mallrave duhet që të performohet në bazë të kontratave licencë të kompanive të ngarkim-shkarkimit të lidhura me Autoritetin Portual Durrës dhe duhet të vazhdojnë përgjatë gjithë kohëzjatës së tyre kontratave.